Përshëndetje të dashur miq, ja edhe ju po e shikoni, domethënë në çfarë gjendje është katandisur Alba së bashku me shoqen e saj me Benitën, por Benita e shikoi që arriti të kupton se diçka po ndodhen jashtë dhe mundohet që të kontrollojë veten dhe të sillet në gjendje të mirë, ndërsa Alba si vajzë e cila është tërhequr nga garat sepse tashi po e bën viktimën që publiku t'i vi keq edhe Alba domethënë të del ajo vajza më e mrekullueshme, ajo vajza më fantastike, sikur Eliona e ka nxit të gjithë rastin, kjo mua më duket tepër e tepruar. Domethënë sonte pam një super kulturë të ulët, një vajzë e cila është tmerrësisht e denigruar dhe kjo nuk është normale që se çfarë domethënë promovon media që vetë dhe produksioni u befasuan, por unë dua të përgëzoj Elionën, e cila po tregon një maturi, po tregon një kulturë dhe këtu është ajo fjala i duruari, i fituari. Unë nuk e di se çfarë do të bëhet me Albën, por unë mendoj që produksioni nuk duhet më ta toleron që të qëndron në shtëpi sepse ka një kulturë jashtëzakonisht të ulët, ndërsa në anën tjetër Benita po mundohet që ta kontrollon veten. Sonte e pan veten se në çfarë gjendje kanë arritur. Kjo që promovohet nëpër media sinqerisht është turpi më i madh.